mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Trupi njeriut është shumë më inteligjent se sa mendojmë. Ai jep vazhdimisht sinjale kur diçka nuk shkon si duhet. Problemi është se shumica e njerëzve nuk i marrin seriozisht këto shenja. Ne jemi mësuar të justifikojmë gjithçka me stresin, lodhjen, mungesën e gjumit apo rutinën e përditshme. Dhe shpesh themi me vete, do më kaloj vetë. Por e vërteta është se shumë probleme serioze shëndetësore nuk shfaqen papritur. Në shumicën e rasteve, trupi fillon të paralajmërojë shumë herët përmes simptomave të vogla dhe të çuditshme që njerëzit zakonisht i injorojnë. Disa simptoma mund të jenë krejtësisht të padëmshme, por disa të tjera mund të jenë sinjale të hershme të problemeve me zemrën, nervat, hormonet ose qarkullimin e gjakut. Dhe sa më herët të kuptohen këto shenja, aq më e lehtë është të parandalohet një problem më i madh. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Dridhja e syrit që nuk ndalon. Një nga simptomat më të zakonshme që njerëzit nuk e marrin seriozisht është dridhja e syrit. Pothuajse të gjithë njerëzve u ka ndodhur që syri t'i fillojë të dridhet për disa sekonda ose minuta. Zakonisht kjo ndodh nga lodhja, mungesa e gjumit, stresi ose konsumimi i tepërt i kafes. Dhe në shumicën e rasteve kalon vetë. Por problemi fillon kur dridhja vazhdon për ditë apo javë të tëra. Kur trupi përsëriti njëjtin sinjal vazhdimisht, nuk është rastësi. Në disa raste kjo mund të lidhet me mungesë mineralesh si magnezi, irritim të nervave ose edhe probleme neurologjike. Sidomos nëse dridhja shoqërohet me trubullim të shikimit, dobësi në fytyrë ose dhimbje koke të forta. Shumë njerëz e neglizhojnë sepse duket si diçka e vogël, por ndonjëherë edhe simptomat më të vogla kanë një arsye më serioze pas tyre. Humbja e nuhatjes. Një tjetër simptom shumë e çuditshme është humbja e nuhatjes. Shumica lidhen menjëherë me gripin ose alergjitë. Por çfarë ndodh kur dikush fillon të mos ndjejë aroma si më parë pa qenë i sëmurë? Kjo është diçka që nuk duhet injoruar. Humbja e nuhatjes mund të lidhet me probleme të sinuseve, infeksione ose inflamacion të nervave. Por në disa raste ajo ka qenë edhe një nga shenjat e para të problemeve neurologjike. Truri dhe nervat kontrollojnë nuhatjen dhe kur kjo aftësi fillon të dobësohet papritur, organizmi mund të jetë duke paralajmëruar për diçka që po ndodh brenda trupit. Mpirja e duarve gjatë natës. Një simptom tjetër që shumë njerëz e konsiderojnë normale është mpirja e duarve gjatë natës. Shpesh njerëzit zgjohen me duar të mpira dhe mendojnë se kanë fjetur keq. Ndonjëherë kjo është e vërtetë. Por kur mpirja ndodh shpesh, sidomos në të njëjtat zona të duarve, mund të jetë shenjë problemeve me nervat ose qarkullimin. Sot shumë njerëz kalojnë orë të tëra në telefon ose kompjuter dhe kjo mund të shkaktojë presion mbi nervat e duarve. Në raste të tjera, mungesa e vitaminës B12 ose problemet me shtyllën kurrizore mund të japin të njëjtat simptoma. Trupi zakonisht nuk humbet ndjeshmëritë pa arsye. Njollat e errëta në qafë ose sqetulla. Një simptom që shpesh neglizhohet janë njollat e errëta në qafë ose sqetulla. Shumë njerëz mendojnë se lidhen me diellin ose higjienën, por jo gjithmonë është kështu. Në disa raste, këto probleme të lëkurës mund të jenë shenjë rezistencës ndaj insulinës dhe problemeve me nivelin e sheqerit në gjak. Kur lëkura bëhet më errët, më e trashë dhe me një pamje të pazakontë, trupi mund të jetë duke paralajmëruar për probleme hormonale që po zhvillohen gradualisht. Shumë njerëz fokusohen vetëm te pamja e jashtme dhe nuk kuptojnë se problemi mund të vijë nga brenda organizmit. Fishkëllima ose zhurma në vesh. Një tjetër simptom e çuditshme është dëgjimi i fishkëllimave ose zhurmave në vesh. Disa njerëz dëgjojnë gumëzhima ose tinguj të vazhdueshëm që askush tjetër nuk i dëgjon. Kjo simptom quhet tinnitus dhe shpesh lidhet me stresin, tensionin e lartë ose dëmtimin e dëgjimit. Problemi është se shumë njerëz mësohen me këtë zhurmë dhe nuk kontrollohen kurrë. Por ndonjëherë kjo mund të jetë shenjë që qarkullimi i gjakut ose sistemi nervor nuk po funksionon siç duhet. Kur trupi fillon të krijojë simptoma të vazhdueshme, ai po përpiqet të tërheqë vëmendjen. Etja e tepërt. Etja e tepërt është një tjetër simptom që shumë njerëz nuk e marrin seriozisht. Është normale të ndihesh i etur pas aktivitetit fizik ose gjatë vapës. Por kur dikush pi vazhdimisht ujë dhe përsëri ndihet i etur, kjo mund të jetë sinjal i diçkaje më serioze. Një nga shkaqet më të zakonshme është diabeti. Kur niveli i sheqerit në gjak rritet, trupi përpiqet të largojë përmes urinës dhe humbet shumë lëngje. Si rezultat, personi ndjen etje gjatë gjithë kohës.
Nëse kjo shoqërohet edhe me lodhje, urinim të shpesht dhe humbje peshe pa arsye, atëherë nuk duhet ignoruar. Mavjotje që shfaqen pa arsye. Një simptom tjetër që njerëzit shpesh e konsiderojnë normale janë mavjotje që shfaqen pa arsye. Nëse në trup dalin mavjotje dhe nuk mban mend të jesh goditur, kjo mund të jetë sinjal që diçka nuk shkon me gjakun ose inët e gjakut. Ndonjëherë lidhet me mungesë vitaminash, por në raste të tjera mund të tregojë probleme më serioze me mpiksjen e gjakut. Trupi zakonisht nuk mavjoset vetë pa arsye. Djegja në këmbë. Shumë njerëz përjetojnë ndjesinë e djegjes në këmbë, sidomos gjatë natës. Në fillim duket si diçka e vogël, por kur kjo ndodh vazhdimisht mund të lidhet me dëmtimin e nervave ose problemet me qarkullimin. Diabeti është një nga arsyet më të zakonshme të kësaj simptome. Nervat fillojnë të dëmtohen gradualisht dhe personi ndjen djegje, shpime ose nxehtësi në këmbë. Kur simptomat përsëriten çdo natë, trupi po përpiqet të tregojë se diçka nuk është në rregull. Rrahjet e çrregullta të zemrës. Një nga simptomat më të prekshme që shpesh njerëzit e neglizhojnë janë rrahjet e çrregullta të zemrës. Ndonjëherë zemra mund të rrahë më shpejt nga ankthi ose kafja dhe kjo është normale. Por kur ndjen rrahje të forta, pauza ose një ritëm të pazakontë pa arsye të qartë, kjo mund të jetë një paralajmërim serioz. Sidomos nëse shoqërohet me marramendje, mungesë fryme ose dobësi. Problemet me ritmin e zemrës shpesh japin shenja të vogla shumë kohë përpara se të bëhen të rrezikshme. Lodhja e vazhdueshme. Dhe së fundmi, një simptom që shumë njerëz e kanë çdo ditë pa kuptuar sa serioze mund të jetë, është lodhja e vazhdueshme. Shumë njerëz zgjohen të lodhur, kalojnë ditën pa energji dhe mendojnë se kjo është normale. Por kur trupi ndihet i raskapitur edhe pas gjumit, zakonisht po lufton diçka. Mund të jetë mungesë hekuri, probleme hormonale, stres kronik ose probleme të tjera shëndetësore që zhvillohen ngadalë. Trupi nuk lodhet pa arsye. E vërteta është se organizmi ynë njeh vazhdimisht paralajmërime. Problemi është se shumica prej nesh mësohen me simptoma dhe fillojnë t'i konsiderojnë normale. Dhe shpesh njerëzit kërkojnë ndihmë vetëm kur gjendja përkeqësohet. Shumë nga këto simptoma mund të kenë shkaqe të thjeshta dhe të padëmshme. Por kur një simptom përsëritet vazhdimisht, zgjat për një kohë të gjatë ose bëhet më e fortë, atëherë trupi meriton vëmendje. Shëndeti është një nga gjërat më të rëndësishme që kemi dhe ndonjëherë një kontroll i thjeshtë mund të zbulojë probleme shumë përpara se ato të bëhen serioze. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.